ngjyrat e përfaqësimit politik. Po nuk mendoj që vetëm zgjidhja dhe reforma elektorale, regionalizimi në 7 zona, pastaj ulja pragut zgjedhor dhe të tjera, është mekanizmi vetëm i cili do t'i kontribonte. Demokratizimi i përgjithshëm, emancipimi i përgjithshëm politik, edhe i qytetarëve, votuesve, po edhe përfaqësimi politik i bazuar në tolerancë, në bashkëpunim, në tejkalim e ndeshjeve, e parandalon këto. Nuk ka problemi i shumësisë e partive, sa është ndërtimi i stikameve politike edhe te ideologizimi i pozicioneve partijake që s'polojnë me bashkëpunimi. E të tjera. Prandaj kjo është, mendoj, zgjidhja, ndërsa frigat mund të jenë të ndryshme. Adem procesi i kësaj që mund më qujtë... Për pastaj në regionalizma mund të ketë sërish ngërqe të pafundme. Realisht, sepse nëse inkurajojmë këtë qëndrimet stoike të partive karshi mungesës e koalicioneve, atëherë ne jemi duke kërkuar parlament me sa më pak parti politike, sepse për ndryshe do të kalojmë nga kriza në krizë. Do është ta subjekt me 2. Ka filluar seanca, faleminderit që të dyve, gashi gjithmonë kënaqësi të bëjmë edhe tik-takat bashk. Trenori, kënaqësi gjithmonë të kem feedbackun tënd në këto paraqitje të drejt për drejta. I drejtohemi tash seancës së Kuvendit të Kosovës, kanë hyrë të gjithë deputetët, besoj që për pak kryesuesi edhe do të filloj me seancën. Ka ndodhur diçka pazakonshme, miq, lajm ekskluziv. Kryeministri Kurti për herë të parë nga 36 herat ka folur derisa ka hyrë në Kuvendin e Kosovës për media. Për hera e parë që u ka thënë një fjalë mediave, sepse vazhdimisht i ignorante dhe kishte edhe aksion simbolik protestues të gazetarëve tanë ndaj kësaj çasti të Kurtit në hyrje të seancës. Sot ka folur, ka thënë dikush nga vetëvendosja do të dalë pas seancës për t'ju treguar qëndrimin tonë. Mirë, lidhemi me seancën tash. Fillojmë me seancën konstitutive. Ju njoftoj sipas bisedës që kam bërë me deputetin Veton Berisha se egjiptianët nesër pas kënditën e tyre nacionale të egjiptianëve të Ballkanit, do të 24 qershor. Ne mund timin dhe ne mund tuajin u shpreh urimet më të përzemërta për këtë ditë të rëndësishme të tyre. Sipas numërimit që ka bërë shërbimi i deputetëve, konstatoj se në sallë jemi 99 deputet, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë te pika e 3, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. 21 qershor 2025 subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Nuk ka propozime, andaj ftoj deputetët që të deklarohen me ngritje dore kush është për themelimin e këtij komisioni, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?
Për kanë votuar 53 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka. Për sot seanca ndërpritet. Shihemi 25/6/2025 në ora 11. Seanca ndërpritet. Nuk jep edhe sot asë një shajt vetme të cilët janë për t'i hapur rrugë zgjidhjes dhe konstituimit pra të Kuvendit Kosovës, zgjidhjes së kryetarit dhe të nënkretarëve të Kuvendit. Pavarësisht asaj që ne si Partia Demokratike të Kosovës i kemi dhënë mundësinë që ta gjejmë një kompromis dikush tjetër nga grupi i tyre parlamentar për pos ministrave që kanë shërbyer në qeverinë e kaluar të zotit Kurti, mirë, po siç duket kjo kërkesë po as në vesh të shordhët dhe lëvizja vendose ka vendosur me muaj të bllokuar Kuvendin e Kosovës. Të nderuar gazetar, do t'ju adresojmë sot edhe për një çështje tjetër. Pra ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës e ka kundërshtuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike apo daljen e treg të lirë të kompanive, të 1300 kompanive që punësojnë rreth 150.000 punëtor në vendin tonë, qytetar të Republikës së Kosovës. Pra tashmë i kemi konsumuar të gjitha hapat e nevojshëm në lidhje me zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike, kanë kaluar të gjitha afatet dhe zyra e rregullatorit të energjisë elektrike ka refuzuar që në këtë rast ta pezulloj vendimin për daljen e treg të lirë të këtyre kompanive që do të ndikojnë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike për rreth 270%. Dhe ne ju njoftoj që nga nesër do të procedojmë në gjykatën themelore të Prishtinës pra pezullimin e këtij vendimi. Do të kërkojmë masë të përkohshme në mënyrë që ky vendim të pezullohet dhe këto kompani furnizohen me çmimin e njëjtë të energjisë elektrike siç janë furnizuar paramarrës së këtij vendimit. Nuk janë përmbushur kushtet dhe nuk janë përmbushur as obligimet të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike pra asaj përket daljes në treg të lirë të këtyre 1300 kompanive. Ka jashtëzakonisht shumë parregullsi në marrjen e këtij vendimit, andaj ne si Partia Demokratike e Kosovës ju njoftoj që nesër do ta procedojmë në gjykatën themelore të Prishtinës këtë vendim dhe jemi të bindur do ta argumentojmë mjaftueshëm në mënyrë që të kemi një masë të përkohshme sa i përket implementimit të këtij vendimit dhe kompanitë në fjalë të furnizohen me çmime të njëjta të energjisë elektrike. Pyetje? Jo. Faleminderit. Policia e Kosovës, institucionet e sigurisë të Kosovës, rendit e të ligjit, po bojnë një punë mrekullueshme, jo vetëm në veri, në gjithë vendin, kundër gjitha rreziqeve. I përgëzojmë edhe për këto të fundit. Jemi bindur se bashkëpunimi ynë me institucionet e sigurisë talatëve tonë, në këtë rast veçanërisht të Amerikës, nuk do të lejon asnjëherë vakum, pra nuk do të kemi asnjëherë rrezik nga askush. Kosova është e sigurt, nuk ka arsye askush me u shqetësu ose me u friksu. Në korporatën energjetike të Kosovës dhe për mafinë energjetike në përgjithësi. Po besoj sot të gjithë i keni pa dhe i keni raportuar gjithashtu që ju falenderoj se çfarë po vjellin tymtarët e Kekut, jemi në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Ka disa kohë që po ngrisim zërin kundër mafisë energjetike. Ju të nderuar gazetar tashme dini se çfarë po ndodh në komplet sektorin e energjisë. Ka ndodhur dyfishim i faturave të energjisë elektrike, i kemi 1300 biznese të cilat janë komplet në kaos sa i përket furnizimit me energji elektrike, të cilat po refuzojnë të nënshkruajnë
kontrata me furnizuesin e fundit, dhe cilat nuk e din fare se çfarë do të ndodh pas 60 ditëve kur edhe i kalon afati i furnizimit kekut si furnizuesi mundësisë së fundit. Ajo për cilën do të flasu në sot është një tender prej 137 milion euro me negociata i shpallur nga Korporata Energjetike e Kosovës me 22 janar të këtij viti. Bëhet fjalë për 137 milion euro për modernizim dhe rehabilitim të Kosovës A3. Merreni me mend, Korporata Energjetike e Kosovës e ka